Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Bima më shëruese në planet ju rigjeneron trurin, ul kolesterolin dhe dobit e saj janë të pafundme. Sherebela prekosh njihet në zonat tonë si një bimë medicinale. Paraardhësit tanë përdorin atë për të dëbuar shpirtar dhe këqinj, por edhe për të lehtësuar një sër problematikash. Në vende të ndryshme quhet me emra të ndryshëm. Ajo mund të renditet si një nga bimët më të mira që nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj. Kjo barishte medicinale ka një aplikim të gjerë mjekësor dhe është pjesë e shumë medikamenteve. Karakteristikat e saj shëruese vijnë nga vajrat esencial të paqëndrueshëm dhe për këtë arsye konsiderohet se është shëruese në thithjen e avujve të saj. Sherebela është një bimë shumë e mirë medicinale që rritet e egër në shkëmbinj dhe në vendet e larta, por gjithashtu mund të rritet edhe në vendin tonë. Pjesët e saj janë të gjelbra dhe janë plot me vajra thelbësor që në të vërtet janë bartse të shërimit. Ka erë të fortë nëse është shkëmbore dhe nëse ekspozohet më shumë në diell. Vjelja mund të bëhet me gjithë gjethe, prandaj rinovohet edhe nga rrënja. Gjethet thahen shpejt në hije, por barishtet e freskëta janë më shëruese. Mund të rritet edhe në kushte shtëpie, por vetit shëruese janë më të pakta. Lehtëson dhe ndihmon kundër një sër problematikash, siç janë dhimbjet e qafës, bajamet të përflakura, mishrat e dhëmbëve, zgavra e gojës, fyti ndezur, pastron organet e frymëmarrjes, trajton inflamacionin, problemet të dhëmbëve, forcon mishrat dhe forcon dhëmbët, lehtëson mukozat, eliminon zorët problematike, të cilat mund të vinë për shkak të fryrjeve, diarres, pastron gjakun, parandalon goditje në tru dhe vepron gjithashtu edhe në lehtësimin e ngërçeve, tërheqjes, kundër problemeve të shpinës, dridhjeve, ka efekte të dobishme për veshkat, mëlçin, kolesterolin dhe rregullon djersitjen, zvogëlon tensionin nervor dhe sipas ekspertëve të Healthline është e mirë edhe për shëndetin e flokut. Ajo pastron organet, lehtëson fytin, bajamet, mukozën dhe parandalon edhe erën e keqe të gojës. Shurupi i sherebelës mund të bëhet gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe për organizmin tuaj, duke lehtësuar edhe ftohjen edhe luhatjet e imunitetit. Bëni çaj nga 40 gram me gjethe sherebele në 600 ml ujë. E lini të mbuluar derisa të vlojë dhe më pas e lini të ftohet dhe kulloni. Pas kësaj, tresni 300 gram sheqer në një nxehtësi të ulët. Derdhni çajin ngadalë edhe në karamel i përzjeni me një lugë druri derisa të shkrihet plotësisht. E lini shurupin të ftohet. E çoni atë në një enë qelçe dhe e mbani në frigorifer. Pini çdo ditë për 2 deri në 3 orë nga një lugë çaji nga kjo përzierje. Kështu do të ndihmoni gjithashtu edhe në forcimin e imunitetit. Sherebela është një shkure e vogël e viseve të ngrohta bregdetare për erë gjelbër me gjethe vezake ose eshtake të mbuluara me push me ngjyrë hiri dhe me një erë të veçantë, e cila përdoret si në mjekësinë popullore ashtu edhe në trajtime të ndryshme të imunitetit. Sherebela është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Aplikimi i saj kundër problematikave të ndryshme do të përbëjë një faktor të mirë për imunitetin. Është e rëndësishme që gjethet e sherebelës të konsumohen më mirë në formën e çajit ose edhe në përbërje të vajit për të rritur kështu efikasitetin e tyre në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Sherebela përdoret kundër problemeve të tretjes, mungesës së oreksit, gazrave, dhimbjeve të stomakut, diarre, fryrje barku, urthe të tjera. Kjo erëzë përdoret gjithashtu në uljen e mbiprodhimit të djersës, të bërshtymes, kundër depresionit, humbjes së kujtesës dhe sëmundjes së Alzheimerit. Gratë e përdorin sherebelën për dhimbje gjatë ciklit menstrual edhe për të lehtësuar afshet e nxehta gjatë menopauzës. Sherebela aplikohet direkt në lëkurë për ulçrat e shkaktuar nga ftohja, inflamacioni i mishrave të dhëmbëve, ulçrat në gojë, në fyt, në gjuhë ose për bllokimin e rrugëve të frymëmarrjes. Disa njerëz e thithin erën e sherebelës për të trajtuar astmën.
Sherebela përdoret edhe në prodhimin e produkteve kozmetike, në sapun e të tjera. Në këtë video, do të rendisim disa nga përdorimet më të mira të sherebelës kundër një sër problemesh, citojnë ekspertët e Healthline. Ajo është e mirë kundër Alzheimerit. Marrja e ekstrakteve dhe llojeve të ndryshme të sherebelës për 4 muaj ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe përpunimin e informacionit dhe të mësuarit të njerëzit që janë në fazat e para të problemeve të Alzheimerit. Do të rrisë gjithashtu edhe performancën tuaj mendore. Një dozë e vetme e sherebelës mund të ndihmojë në përmirësimin e kujtesës, përqendrimi, vigjilencën dhe të rriturit të shëndetshëm, ndërsa kur përdoret si aromaterapi mund të përmirësojë vetëm vigjilencën dhe jo përqendrimin, por kujtesën. Herpesi i shkaktuar nga ftohja, kur aplikohet si krem sherebela, mund të lehtësojë këtë shqetësim. Ajo është e mirë kundër problemeve të kolesterolit të lartë, citon Bright Side. Përdorimi i sherebelës së zakonshme 3 herë në ditë për 2 muaj ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe yndyrnave në gjak, të quajtura trigliceride, dhe rrit nivelin e kolesterolit të mirë të njerëzit me kolesterol të lartë. Gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të menopauzës. Studimet të mëparshme sugjerojnë se përdorimi i ekstrakteve të sherebelës për 8 javë ndihmon në lehtësimin e simptomave të menopauzës, sidomos në afshet e nxehta dhe në djersitjet gjatë natës. Gjithashtu, sherebela është një lehtësues i mirë kundër dhimbjeve të fytit. Përdorimi një spray të veçantë që përmban 15% ekstrakt sherebele mund të lehtësojë dhimbjet e fytit. Një tjetër studim sugjeron se përdorimi i produktit të sherebelës për 5 ditë lehtëson simptomat e dhimbjeve të fytit dhe gjithashtu mund të lehtësojë edhe gjendjen tuaj kundër djegjeve të lëkurës. Duke aplikuar ekstraktin me 2% sherebel në lëkurë pas ekspozimit në diell, mund të parandalojë skuqjen dhe mavjosjen e saj. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër entjeve të bajameve. Studimet të mëparshme sugjerojnë se përdorimi i një produkti të veçantë për fytin që përmban sherebel për 5 ditë mund të lehtësojë simptomat e mahisjeve të bajameve, po aq sa edhe përdorimi i ilaçeve të zakonshme. Sherebela gjithashtu është kundër mungesës së oreksit, dhimbjeve të stomakut, tharjeve të gojës, dhimbjeve gjatë ciklit, astmës, diarres, fryrjeve të barkut dhe gjithashtu edhe problemeve tuaja të tretjes. Mjekët popullor e lavdërojnë sherebelën duke konsideruar ata një nga bimët shëruese në botë, duke e kategorizuar si një ndër ilaçet më të mira. Sherebela, ose latinisht Slavia Official, që nga latinishtja përdoret për shërimin e çdo problemi. Sherebela ka veti antiinflamatore, antioksiduese, antimikrobale dhe gjithashtu ndihmon në hapjen e oreksit. Për shkak të këtyre cilësive, çaji i sherebelës ka shumë veti shëruese. Ajo ka efekte të mira antioksiduese. Antioksiduesit shërbejnë si pastrues për të hequr radikalet e lira të metabolizmit dhe toksinat e tjera nga trupi. Antioksidantët ndalojnë radikalet e lira që të sulmojnë indet qelizore, duke ndaluar në këtë mënyrë edhe plakjen e parakohshme dhe rrezikun ndaj sëmundjeve kardiovaskulare. Çaji i sherebelës është një prej burimeve të fuqishme antioksiduese që ndihmojnë për të mbajtur larg efektet shkatërruese të radikaleve të lira. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë për mëlçin më të shëndetshme. Efektet antioksiduese të çajit të sherebelës mund të përmirësojnë funksionet jetësore të mëlçisë. Një studim i publikuar nga revista Etna Pharmacology tregoi se çaji i sherebelës u përdor në vend të ujit për 14 ditë. Rezultatet treguan një rritje prej 24% të nivelit të antioksidantëve në mëlçi. Çaji i sherebelës gjithashtu tregoi efekte pozitive mbrojtëse për lipidet e mëlçisë të dëmtuara nga toksinat e saj. Ndaj nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të evitoni gjithashtu një sër komplikacionesh, sherebelën duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Duke ditur edhe rëndësinë e veçantë që ajo ka, do të kthehet në një aleat të fortë për organizmin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.